Faleminderit shumë. Faleminderit dashur. Merci si gjithmonë të vërtetuar. Emocioni, se besoj ke ullude. Ndojna për gjithë. Ndojna. Faleminderit shumë, faleminderit dashur motra e vëllezër. Siç dihet, sa herë vi në Mitrovicë ndihem si në shtëpi, sepse kjo vërtet është shtëpia ime, është vendlindja ime, por shumë se kaq. Është shumë më shumë se sa thjesht vendlindja ime, është vendi ku i kam mësuar vlerat e punës, vlerat e familjes, vlerat e ndershmërisë dhe të përkushtimit për atë dheun. Ky është qyteti i njerëzve që i ka dhënë aq shumë Kosovës. Qyteti i minatorëve të cilët e mbajtën gjallë ekonominë e shtetit tonë, por njëkohësisht e mbajtën edhe barrën e sakrificës duke ngritur zërin e ndërgjegjes botërore. Ky është qyteti i sportistëve të cilët ngritën flamurin tonë në arenën ndërkombëtare. Qyteti i artistëve, i muzikantëve, profesorëve dhe intelektualëve të cilët e pasuruan kulturën dhe shpirtin e Kosovës, e shumë prej tyre edhe dhanë jetën për Kosovën tonë. Mitrovica kur nuk ka kërkuar privilegje. Mitrovica gjithmonë ka dhënë. Ka dhënë dhe vetëm ka dhënë. Ka dhënë punë të ndershme, të pandalshme, ka dhënë sakrificë të jashtëzakonshme, me heronj e martir në çdo lagje, në çdo fshat të saj, ka dhënë njerëz të jashtëzakonshëm. Dhe pikërisht për këtë arsye, sot ka ardhur koha që Kosova t'ia kthejë Mitrovicës një pjesë të asaj që Mitrovica historikisht i ka dhënë Kosovës. Shumë të dashur motra e vëllezër, e dim si që tha kandidati ynë për kryeministër që shumë familje në Kosovë po përballen me vështirësi të jashtëzakonshme. Rritja e çmimeve po ndihet në secilën shtëpi. Shumë prindër shqetësohen për të ardhmen e fëmijëve të tyre. Dhe pikërisht për këtë arsye, politika duhet të flasë më pak për konflikte e më shumë për zgjidhje të problemeve. Duhet të flasë më pak, në fakt hiç, për propagandë, e për shpifje, e për manipulime, e të flasë dhe të punoj çdo ditë për zhvillim. Duhet politika mos të angazhohet në ndarje mes njerëzve, ndarje mes shqiptarëve, por të angazhohet për më shumë mundësi për të rinjt tonë, për vëllezërit e motrat tona. Por sot dua të flas për diçka që shkon shumë përtej secilit mandat politik. Dua të flas për të ardhmen e Mitrovicës. Dua të flas për transformimin e saj, sepse ne kemi një vizion të qartë për këtë qytet. Një vizion që shkon përtej ankesave, përtej dembelis si arsyetim për mos punë. Një vizion që nuk ndërtohet me fjalë, por me projekte konkrete, me investime konkrete dhe me rezultate konkrete. Investime cilat do t'jenë më të mëdhat në historinë 27 vjeçare të pasluftës në Republikën e Kosovës, e që do t'a kenë në qendër pikërisht qytetin e Mitrovicës, qytetin që i ka prirë zhvillimit të vendit tonë në të kaluarën dhe qytetit që do t'i prirë zhvillimit të vendit tonë edhe pas 7 qershorit.
potencialin e njerëzve të saj. Prandaj, investimet tona do të fokusohen në sektorin e industrisë, në sektorin e turizmit malor, me shalën e Vajgorës, një prej vendeve më të bukura në botë, jo veç këtu në Kosovë. Është e pafalshme që nuk ka pasur asnjë investim që do ta shndronte atë zonë në kryeqendër të turizmit malor. Dhe e treta është sektori i shëndetësisë. Prandaj edhe me krenari dua të ndaj me ju një të arritur historike që ne si presidencë kemi bërë nëpërmjet partneritetit ndërkombëtar dhe nëpërmjet përkushtimit për vite të tëra, kemi siguruar një donacion dhe investim prej mbi 200 milion euro, nëpërmjet cilit do ndërtohet spitali më i madh në Evropën juglindore dhe më i avancuar, që edhe do ta bashkojë të dy Mitrovicat dhe njëkohësisht do ta zhvillojë këtë sektor më shumë se në çdo vend tjetër në rajonin tonë. Dhe ky do të jetë investimi më i madh në historinë e qytetit tonë. Investimi më i madh që Mitrovica ka bërë ndonjëherë dhe për këtë arsye, pas takimeve tona me aleatët tonë, kam insistuar që ky projekt të realizohet pikërisht këtu në Mitrovicë. Sepse unë besoj te Mitrovica, besoj te njerëzit e saj, te potenciali i saj, dhe besoj se Mitrovica meriton të jetë qendër rajonale e shëndetësisë, jo vetëm për Kosovën, por për gjithë rajonin e Evropës juglindore, dhe njëkohësisht të shndrohet edhe një herë në qendër të zhvillimit industrial dhe ta bëjmë, siç e përmenda edhe më herët, edhe qendër të zhvillimit turistik. Një qendër ku qytetarët tonë çdo ditë do të ngrisin cilësinë e jetës së tyre, një qendër ku do të krijohen vende të reja të punës që paguhen mirë dhe mbajnë rinin tonë këtu në Mitrovicë dhe në Kosovë. Projekte të cilat do ta ndryshojnë fytyrën e Mitrovicës për dekadat që vijnë, që do ta shndrojnë në krenarinë tuaj e në krenarinë e gjithë Republikës së Kosovës. Dhe siç u përmend nga kryeministri i ardhshëm, Dr. Lumir Abdigjiku, ne do ta rikthejmë Trepçën, jo në problem të Kosovës, por në sukses të Kosovës siç ka qenë, në mënyrë që ky gjigant ekonomik të rikthehet në motor zhvillimi në gjithë rajonin. Sepse ne nuk duam që rinia e Mitrovicës të largohen nga këtu, ne duam që ata të ndërtojnë jetën pikërisht këtu, të punojnë këtu, të krijojnë familjet e tyre, të rrisin fëmijët e tyre dhe ta ndërtojnë të ardhmen. Por siç e dimë secili prej nesh, zhvillimi nuk mund të ekzistojë pa paqe dhe pa siguri. Prandaj, siç kam bërë çdo ditë të presidencës sime, do të mbështes, edhe tash e tutje, çdo veprim kundër strukturave kriminale ilegale serbe, të cilët ja patën marrë çdo mundësi zhvillimi i Mitrovicës. Do të punojmë siç kemi punuar deri tani, që këto veprime jo vetëm të ndërmerren nga heronjtë tonë, nga bijtë dhe bijat më të mirë të këtij kombi nga Policia e Republikës së Kosovës, po njëkohësisht ta kemi edhe mbështetjen amerikane për çdo veprim, në mënyrë që sigurinë dhe paqen ta mbrojmë së bashku, në mënyrë që kufijtë e Republikës së Kosovës ta mbrojmë së bashku. Dhe pikërisht këtë e kemi arritur nëpërmjet një pune të jashtëzakonshme si presidencë, kemi arritur që nga presidenti i shtetit më të fuqishëm në botë, nga presidenti amerikan, të marrim garancën me shkrim, ta betonojmë garancën që askush nuk do të guxojë t'i prek kufijtë e Republikës së Kosovës, garancë që nuk i kemi pasur nga viti 2010. Ju e dini të dashur Mitrovicas që sulmet terroriste dhe të agresionit në Bajnsk e Niberlepens ja kujtuan gjithë botës se ne ende kemi përballë një fqin shekullor i cili nuk heq dorë nga ambicje destabilizuese. Por le ta di ky fqin nga këtu, që ne kur as nuk kemi hequr, e
as nuk do të heqim dorë as 1 milimetër nga mbrojtja e sovranitetit ton, nga mbrojtja e teritorit ton, nga mbrojtja e shtetit ton. Nuk kemi hequr dorë, nuk do të heqim kur. As një presion i vetëm. Nuk do të na ligshtoj kur nga ky qëndrim që e kemi mbrojtur çdo ditë të angazhimit ton politik. Dhe në këtë rrugë unë e di që ka të tillë që dëshirojnë qytetarët e Mitrovicës t'i mashtrojnë rreth këtyre qëndrimeve që unë i kam mbajtur si presidenti i Republikës së Kosovës. Të tillët le ta marrin fillimisht guximin të dalin dhe të përballemi. Të përballemi në një debat normal, politik, me argumente dhe nga ana ime edhe me prova konkrete se si e kam mbrojtur të vend dhe si e kam mbrojtur sovranitetin e vendit. Me prova konkrete se kush komunikoj me shtëpinë e bardhë për ta mbrojtur këtë vend në momentet më të rënda të historisë tonë. Sepse në këtë rrugë ju e dini shumë mirë. Partneriteti me aleatin ton të lirisë, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbetet garancia më e fuqishme për sigurinë tonë dhe historia na ka mësuar se kur kemi qenë bashk, gjithmonë kemi fituar. Kur kemi besuar te vetvetja jonë, te institucionet tona të sigurisë dhe miqtë tonë, gjithmonë kemi fituar. Prandaj, mandati ynë i dytë në presidencë dhe mandati i parë i Lumirit në qeveri do të jenë mandat i punës, vazhdim i një misioni të shenjtë që na la presidenti Ibrahim Rugova dhe i një misioni një Mitrovicë që kthehet në kryeqendër të zhvillimit ekonomik, qendër të shëndetësisë moderne, qendër të mundësive për të rinjt dhe vend që njihet për paqen, për sigurinë, një vend që asnjëherë nuk heq dorë nga identiteti vet, një vend që asnjëherë nuk heq dorë nga tokat e veta. Sepse mos harroni, siç e thash, kemi një fqinj të rrezikshëm i cili edhe pas 500 vitesh do të dëshironte të na sulmonte. Prandaj pyetja e vërtetë është, cili është akti më patriotik dhe më vizionar që mund ta bëjmë secili prej nesh për shtetin ton, për Mitrovicën ton. Përgjigjja është e shkurtër. Ta kemi policinë e fortë e jo të lënë anash, ta kemi ushtarakun e fortë e jo të harruar dhe kur na sulmojnë armiqt. Kështu, mençur, siç veproi Ibrahim Rugova, ti kemi afër miqt, atëherë kur na sulmojnë armiqt. Dhe po ju tregoj nga përvoja ime këtyre 5 viteve, që kur ta kupton Serbia se me çka përballet, kur Serbia e din që ne i kemi afër miqt, besoni që nuk mendojnë veç 2 herë, mendojnë 200 herë edhe të hiqen mrapa, se nuk u amban as të përballen me djemt, as me djemt ton, as me vajzat tona, e as me miqtë tonë që ne i thrasim në telefon për ta mbrojtur Kosovën. Prandaj na duhet mbështetja juaj, prandaj na duhet besimi juaj, prandaj duhet bashkimi ynë, sepse kur Mitrovica ecën përpara e gjithë Kosova. Dhe unë jam e bindur që koha ma e mirë për Mitrovicën vetë se po fillon, prandaj Zoti e bekoft Mitrovicën
Mitrovicën tonë të dashur, Zoti i bekoft me natorët, Zoti e bekoft me problemet e Kosovës. Dhe më lejoni tani ta bëj një falënderim të veçantë për kandidatët tonë. Do t'i thrasim pas pak dalin skin. Do të filloj nga Brikena. Në fakt unë krejt kandidatët i njoh prej kur kemi qenë të vegjël, kështu që është krejt e natyrshme që njihemi që një kohë të gjatë. Me Brikenën kemi qenë bashkë në shkollë, por Brikena 30 vitet e kaluara i ka kaluar në Londër. Që 20 vite avokatja në nder, kur se kanë shit integritet për politikën e Kosovës. Siç na kanë ndihmuar ajneve në çdo fushat që ta marrin besim. Në orën 20 në sheshin Skënderbeu që ta përmbyllim Hajde